Me fitoren e siguruar nga populli në zgjedhjet e përsëritura të 11 janarit dhe pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, Valbon Limani sot zyrtarisht filloi detyrën si kryetar legjitim i komunës së Gostivarit. Në institucionin që do të drejtoj për 4 vitet e ardhshme, Limani erdhi i shoqëruar nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij, pastaj nga miq e shok me të cilët e bëri rrugtimin drejt fitores, ndërsa u prit nga administrata komunale. Me këtë rast, ai u zotua se do të punoj me ndershmëri dhe përkushtim dhe se dyert e komunës do të jenë të hapura për të gjithë qytetarët pa përjashtim. E nga këto zgjedhje që ishin më të gjatat në historinë e Gostivarit, ai veçon se kampanjat e bazuara në shpifje nuk të dërgojnë drejt fitores, ndërsa vullneti i gostivarasve mbetet i pamanipulueshëm. Sot edhe zyrtarisht fillojmë me punë në komunën e Gostivarit në këtë mandat 4 vjeçar, pak më i shkurt se 4 vjeçar. Nga ajo që deri tani ndodhi nga këto 5 muaj, mund të veçoj faktin se gostivarasit nuk durojnë dot diçka të kryhet pa vullnetin e tyre, si dhe një fakt i pamohueshëm se të gjithë kampanjat të bazuara në shpifje të pa baza asnjëherë nuk mund të japin sukses. Nga këtu shujë rastin ti falenderojmë çdo gostivarasi, çdo votuesi dhe të zotohem unë si kryetar komune, por bashkë me gjithë ekipin, me kryesuesin e këshillit zotri Valdet Xhaferin dhe me këshillin komunal, se çdo ditë dhe në çdo moment do të punojmë me përkushtim për çdo gostivaras dhe se prej sot kjo shtëpi komuna e Gostivarit është e hapur për çdo gostivaras. Limani drejtoi komunën gjatë mandatit të kaluar për 1 vit e gjysmë si ushtrues detyre, andaj pos 10 projekteve të realizuara, të tjera mbetën në vijime sipër apo në pritje për të nisur. Kemi disa projekte që janë në vijim dhe disa që do të startojnë menjëherë sa të përmirësohen kushtet edhe sa të jenë kushtet atmosferike të volitshme. Bulevari Vllezri Gjinoski do të vazhdojmë po të njëjtin intensitet, diku besoj ka marsi prilli do të hapim edhe këtë segment para komunës së Gostivarit. Deri në pranverë do të fillojmë punimet edhe për urën tek gjykata dhe do të vazhdojnë të gjithë ato projekte rikonstruime të rrugëve të cilat i kemi planifikuar. Valbon Limani në këto zgjedhje garoi si kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim dhe më 11 janar fitoi 15.345 vota, apo rreth 65%. Kundër kandidati i tij ishte Nevzat Bejta nga koalicioni Vlen, i cili fitoi 7.510 vota.